më kriminal se gjermanët. Nëse hedhim një vështrim të parë mbi statistikat që ministri i brendshëm gjerman Alexander Dobrindt prezantoi të hënën në Berlin, mund të krijohet një përshtypje e qartë. Mbi 40% e të dyshuarve për vepra penale janë jo gjerman. Kjo shifër duket shumë më e largë krahasuar me faktin që ata përbëjnë vetëm rreth 15% të popullsisë në Gjermani. Por në një vështrim të dytë, edhe vetë Dobrindt dhe kolegët e tij preshin vëmendjen se këto shifra nuk duhen interpretuar drejt për drejt si provë që të huajt janë më kriminal. Kështu për shembull, presidenti i Entit të kriminalistikës Holger Münch shpjegon se shumë nga këta persona janë meshkuj të rinj dhe shpesh në fazën e parë që pasi kanë mbërritur në Gjermani, ku rreziku statistikor është më i lartë që ata të kryejnë vepra penale. Dhe Andi Grote, senatori i brendshëm i Hamburgut që kryeson konferencën e ministrave të brendshëm, shton se ky rrezik bie me kalimin e kohës dhe me integrimin e tyre. Një gjë duhet pasur parasysh kur flitet për statistikat policore. Bëhet fjalë për të dyshuar dhe jo për fajtor të dënuar. Cila është strategjia që do përdor Gjermania për të mbrojtur në rast nevoje? Ministri i Mbrojtjes Boris Pistorius prezantoi strategjinë e parë ushtarake në historinë e vendit. Dokumenti përkufizon në Rusinë si kërcënimin kryesor dhe paralajmëron për luftë hibride, nga spionazhi dhe sulmet kibernetike. Plani përmban 3 hapa. Deri në vitin 2029 synohet një rritje e shpejtë e ushtrisë, deri në vitin 2035 forcim në tokë, ajër, det dhe hapësirë kibernetike, dhe më pas fokus në teknologji moderne si inteligjenca artificiale dhe dronët. Deri në vitin 2029 Bundeswehr synon të ketë rreth 460.000 ushtar në gëtishmëri, duke përfshirë këtu dhe rezervistët, por sfida kryesore mbetet stafi ushtarak. Burokracia shihet gjithashtu si pengesë që duhet thjeshtuar. Një pjesë e madhe e strategjisë është e fshehtë sepse përfshin skenarët konkret të luftës dhe dobësitë e mundshme të Bundeswehrit. Kjo ka ngjallur kritika tek deputetët që duhet të merren me aprovimin e strategjisë, por si tha ministri i Mbrojtjes Boris Pistorius, nëse i publikojmë të gjitha, mund të fusim dhe Putinin në listën tonë të emailave.